Ekspertët paralajmërojnë se mjete aktuale dhe ato në zhvillim të inteligjencës artificiale mund të përdoren për krijimin e armëve biologjike të afta për të shkaktuar një pandemi globale. Në fillim të këtij viti, disa nga figurat më të rëndësishme të teknologjisë dhe kundër terrorizmit në botë u mblodhen për të analizuar një skenar hipotetik, një pandemi botërore e shkaktuar nga një enterovirus i ri i krijuar qëllimisht nga një grup ekstremistësh duke shfrytzuar AI-n, përfundimi në të cilën dolën ishte frikësuese. Ky skenar sipas grupit prej 14 ekspertësh që shqyrtuan masat mbrojtëse të AI në fushën e shkencave të jetës, është tërësisht i mundur në vitet e ardhshme. Raporti i tyre thekson se pandemia fiktive e simuluar, me 850 milion raste dhe 60 milion jetë të humbura, ishte thellësisht alarmuese dhe kërkon veprime të menjëhershme për të parandaluar mundësi të tilla. Teknologjitë e AI po transformojnë mjekësinë, duke përshpejtuar zhvillimin e barnave dhe vaksinave, por paralelisht, ekspertët theksojnë rrezikun që të njëjtat mjete mund të përdoren për të krijuar patogjene me potencial shkatërrues. Grupi mbledhur nga iniciativa për kërkimet bërthamore dhe konferenca e sigurisë së Mëniut, paralajmëron se përparimi i shpejtë i AI po shemb barrierat që më herët e bënin të vështirë krijimin e armëve biologjike nga aktorë me qëllime të dëmshme. Aktualisht do të ishte teknikisht e mundur të përdoren mjete ekzistuese biologjike dhe ato të mbështetura në AI për të inxhinieruar patogjen të rinj me rrezik pandemik. Akoma më shqetësues është fakti se sistemet aktuale të sigurisë janë të parapërgatitura për një sfidë të tillë.